Aleanca mes Dritan Rexhepit, themeluesi i kompania Bello dhe mafjes italiane, ka mbajtur për rreth 15 vjet në këmbë një strukturë të fuqishme për trafikun e kokainës nga Ekuadori në vendet europiane, por edhe pas arrestimit në Turqi të 45 vjeçarit me origjinë nga Vlora, i cili i thyen te burgje dhe më pas i ekstraduar në Shqipëri, pasardhësi i tij ishte një tjetër shqiptar, Dritan Gjika. Sipas raporteve të inteligjencës së Ekuadorit, që citohet nga mediat ekuadoriane, ai dhe Rexhepi banonin në të njëjtën zonë ekskluzive në San Borondon, një nga lagjet më të pasura të qytetit Port, Guayaquil. Pasardhësi Dritan Gjika, i shpallur në kërkim ndërkombëtar në Ekuador dhe nga prokuroria e posaçme në Shqipëri, Dritan Gjika ndërtoi një rrjet të fuqishëm ekonomik dhe politik, duke krijuar një strukturë të fortë për trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Sipas mediave në Venezuelë, Gjika zotronte restorante dhe biznese të shumta në Guayaquil, të cilat i përdorte edhe për kontrabandën e drogës. Ai përdorte një grup prej 10 kompanish, 6 në Ekuador dhe 4 në Spanjë, përfshirë fabrika të kanabisit dhe plantacione bananesh. Në vitin 2023, emri i tij doli në dritë për shkak të lidhjeve të tij me Ruben Cherez, i vrarë në nëntor të atij viti, dhe Danilo Carrera, kunati ish presidentit ekuadorian Guillermo Lasso. Carrera u dënua për krim të organizuar si pjesë e një rrjeti kontratash të palishme në sektorin energjetik. Krau i djathtë, Remzi Azemi. Duke e kuptuar se ishte ekspozuar, Gjika u arratis nga Ekuadori. Në të njëjtën kohë në Kolumbi ndodhej edhe një tjetër figurë kyçe e kompania Bello, kosovari Remzi Azemi, i cili ishte arrestuar me Rexhepin në Ekuador në 2014, por u lirua 3 muaj më vonë. Ai mori përsipër koordinimin e dërgesave të kokainës nga Guayaquil dhe u bë krau i djathtë i Rexhepit, donse u arrestua në Maqedoninë e Veriut në dhjetor të vitit 2023. Azemi gjithashtu urdhëroi ekzekutimin e shqiptarëve të tjerë që përpiqeshin të krijonin grupe të pavarura për eksportimin e kokainës nga Guayaquil, pa miratimin e kompania Bello, përfshirë Ilir Hidrin. Sipas inteligjencës evropiane, Azemi përdorte përkohësisht një automjet të blinduar me targ GSU 2041, i regjistruar në emër të Catherine Paula Ospino Fernandez, partnerja e Rexhepit. Ospino Fernandez ishte aksionere dhe presidente e kompanisë World Class Ecuador, e cila merrej me turizëm deri në korrik 2021, por Rexhepi tashmë ishte arratisur në Kolumbi. Arratisja ligjore e Dritan Rexhepit. Në vitin 2014, në një operacion të gjerë ndërkombëtar kundër trafikut të drogës, në pranga bie dhe Dritan Rexhepi në Ekuador. Pas një viti të mbajtur në Guayaquil, shqiptari u transferua në burgun Cotopaxi. Deri atëherë, sistemi i burgjeve ishte i kontrolluar kryesisht nga bandat në varësi të më të fuqishmit grupit famkeq, Los Choneros. Ky ishte konteksti ideal që Rexhepi vazhdonte të nxiste biznesin e tij nga qelia me të gjitha lehtësitë. Në Cotopaxi ai u bë mik me Jorge Zambrano Jr., Rasquinha, Fito dhe Junior, drejtues të Los Choneros, të cilët punonin për kartelin meksikan Sinaloa. Ky ishte fillimi i partneriteteve strategjike midis kompania Bello të udhëhequr nga Rexhepi dhe bandave lokale. Objektivi i tyre ishte i thjeshtë, të shisnin sa më shumë kokainë me fitime të bollshme për të gjithë partnerët në marrëveshje me një perspektivë të qartë transnacionale, diçka e paparë më parë. Por pas pak vitesh, Rexhepi arrin të dalë nga burgu duke përfituar një arrest shtëpie me procedura të dyshuara ligjore që më pas kthehet në detyrim paraqitje. Ai arratiset nga Ekuadori dhe shkon në Kolumbi, ku hap disa kompani guack për të fshehur aktivitetin e tij të trafikut të drogës. Vizioni i Dritan Rexhepit. Ndërsa përpiqej të forconte rrjetet dhe strukturat mbështetëse në Turqi, Rexhepi u arrestua në Stamboll në nëntor 2023. 2 vjet më parë, konfiskimet e kokainës të trafikut nga Ekuadori në atë vend ishin rritur me 40%, sipas raporteve evropiane kundër drogës. Një vizionar për zgjerim kriminal në shkallë të gjerë, Rexhepi ishte vendosur në Turqi me pasaport kolumbiane me identitetin e Benjamin Omar Perez Garcia. Ai planifikoi ta kthente atë vend në një korridor vendimtar për transportin e drogës në drejtim të lindjes, drejt Rusisë dhe Kinës. Plani i tij ambicioz dështoi kur u arrestua me kërkesa për ekstradim nga Italia dhe Shqipëria. Ai u ekstradua në Tiranë në janar të këtij viti, ku po vuan dënimet për krime të ndryshme, përfshirë dhe akuzën për porositjen e rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës.